Realisht jemi shumë shqetësuar me këtë skalimin e dhunës që ndodh kohët e fundit në shqiptarëve. Është një skenar i paraprigatitur dhe i ditur. Ky skenar ka një emër, një përgjegjës dhe një fajtor. Ky emër është Ali Ahmeti, i cili 2001 erdhi hynin politik duke ushtruar dhunën mbi shqiptarët. Filmat e ndryshëm të Artan Grupit te Kalaja dhe prapë që përfunduan Djen Çajir me ripërsëritjen e filmit Talat mos u tut se Çajiri ka barut. Kjo ka një të keq se Zoti Ahmeti nëpërmjet të dhunës që u mundson maqedonasve të ushtrojnë të shqiptarët, po mundohet me ruajtur rejtingun e vet. Nuk është mirë kjo që t'i bëjnë shqiptarët mish për të. Unë kam një apel të gjithë shqiptarët që ne nuk guxojmë ta humbim besimin te procesi politik. Duhet të gjithë të angazhohemi në procesin politik. Jam i vetëdijshëm për një zhgënjim shumë të madh, për një dëshpërim shumë të madh të shqiptarëve, sidomos të Shkupit. Megjithatë, gjithë u apeloj që atë zhgënjim ta derdhin me 24 mars nëpërmjet votës lirë, ta dënojnë këtë njeri i cili si po duket nuk i bën përshtypje as gjaku as rrahje brutale kështu me radhë. Skenari vërtet, do të flas korrekt, është herë me LSDM e herë me VMRO-n. Këtë herë ishte skenari me LSDM, ndërsa përgjegjësia e VMRO-s është për shkak se nuk vepron shteti që t'i mbrojë shqiptarët. Pamjet kur policia i vren huliganët Maqedonas si rrejnë shqiptarë dhe nuk reagon, flet për tolerancë të shtetit për këtë dhunë kriminale ndaj shqiptarë. Nuk është e vërtetë, absolutisht. Organizatorët e protestës kanë qenë BDI-ja me fjalit Talat mos u tut se Çajiri ka barut. Mirë po kur erdhi momenti që t'u plas shishja në dorë dhe u plasi, filluan që të gjenë alibi që ata t'ikin për kësaj. Ata duhet sipas ligjit kushtetutës, sipas votës dhe mandatit që e ka, të mbrojnë shqiptarët. Mos lejojnë që shqiptarët bëhen preje bandave të ndryshme kriminale Maqedonës. Bisedohet për shqetësim jashtëzakonisht madh Zotit Ahmeti dhe BDI-s humbjes rejtingut politik. Nuk është mirë. Nuk është mirë rejtingu politik të përmirësohet me gjakun e shqiptarëve.